Nëse NATO shpoll luftë dikujt, obligohet çdo shtet me hin luftë krenave sa me refusane. Varet prej shteteve individualisht. Jo. Mund me dojtë për aleoncëm. Gjatë bombardimeve të Gjatë bombardimeve të NATO-s në Kosovë, trupat franceze nuk kanë marrë pjesë misione për bombardimin në Serbi. So s'ke mund një obliguar. I kanë marrë bombat dhe ju në këthi i kanë gjujtë ndetje, që është të përthune, E pyti gazetarja Trumpi, presidentin Trump, tha në rast se i pushton Rusia venet Baltike, a del mi mbrojt, tha të shohim. Sa u deklarat politike për këna politike. A mo shko, këni me këna ti po shkakton budalla lak. Ja, ti e tu shkaktu. Jo, është më traktot ti pika 5 i obligon shtetet me hin luftë. S'po du me hi, thot Fronca. Del për NATO-s. Del me njerë, me automatizu. S'ko asni nen i traktotit që thot... Nuk i ti. Gjema. Mos u shtin sanë që si ke Apo thënë që duhet mu përjashtu apo shka? Jo, kjo po thot përjashtojnë. S'ko asni nen i traktotit që të përjashtojnë. Ti mund veç me dojtë për NATO-s. Me vulletin me votu kuvendi ytë, me dojtë për NATO-s. Po nuk mund është me thonë jo NATO-s. Matoshi dhe Shala, edhe me që nuk NATO. Venet antore kanë autonomit plot, ato me vota votojnë. Autonomi politike. Pse blokon Maqedoninë se lejshin me i NATO, bro? Pse blokojmë Greqia? Ka drejt veto, ka drejt veto. Ka drejt veto, Okej, vetë bak.